duhet që ti të paktën çdo keshi që të kesh, ta shfryzosh sa më shumë, në mënyrë që të fitosh. Shqipëria është një treg dinamik, i cili zhvillohet në drejtime të ndryshme. Ide shumë e mirë, po it's not worth. Sot për shembull po pa dhe 2000 euro mund të investosh në bursë. Në momentin që janë aktive, you have access on it, you can buy stocks, bonds, options, sepse ke pak, atëherë do mendosh që cili shumë më shpejt. Por më shumë duhet mendosh si të kem një copë të një pice të madhe, dhe çka kontribon që kjo pica bëhet sa më e madhe, se sa të kem gjithë picën për shumë e vogël. Nëse e shikon që private equity dhe American Capital. Unë jam Maksim Çaslik, investitor si përmarrës. Kam eksperiencë ekstensive në fushën e professional service më shumë, por edhe në fushën e investimeve kapitale, ku American Capital është praktikisht private equity, ndofta e vetmi ose nga të paktat në Shqipëri, e cila bën investime në Shqipëri në fusha të ndryshme të biznesit. Tema që unë dua të pyes ty sot është si mund të investoj në Shqipëri. Pra unë jam një djalë shqiptar që kam disa raste, domethënë, ose çdo çun shqiptar ndoshta nuk ka asnjë lek anësore për të investuar. Ka dhe çuna të tjerë, të cilët kanë shumë dhe nuk dinë si ku të çojnë. Shqipëria është një treg dinamik, i cili zhvillohet në drejtime të ndryshme. Pra faktikisht masia e tregut Shqipërisë është relativisht e vogël, po tregu është në rritje të shpejtë, veçanërisht duke pas parasysh që në gjykimin tim në brenda 3-4 vitesh jemi pjesë e Bashkimit Evropian, e cili do sjellë rritje edhe më të shpejtë të ekonomisë shqiptare dhe do sjellë shumë mundësi biznesi në Shqipëri. Por, si gjithmonë, duhet parashikosh se çfarë do ndodhi në aspektin që ti të fillosh të investosh. Mendoj që ky është momenti që shumë persona duhet të investojnë në Shqipëri. Nëse bëj fjalë që ky djalë ose vajzë që ju thatë, besoj që janë shqiptar, se ndryshon me fjalën që ose nuk je shqiptar. Pra nëse nuk je shqiptar, duhet patjetër të bësh diçka me një shqiptar, sepse kultura këtu është ndryshme. Dhe jo vetëm kultura si kulturë e të jetuarit, por edhe të bërit biznes. Ndofta Shqipëria mund të jetë e veçantë nga shumë vende të tjera. Kjo mund të jetë për aspekte ndryshme, ndofta gjatë komunizmit ne ishim ndryshe nga gjithë tjerët dhe nuk kishim fare element të ekonomisë tregut, kështu që në 90-ën ishin ato filizet e para të ekonomisë tregut. Prap, nëse po i ri në biznes, pas është tjetër gjë kur ti punon në një biznes tjetër, i ballafaquar me reagimet e konkurrencës, komshiut, taksave, autoriteteve të ndryshme, pra e di që çka ka të çuditshme këtu ose jo. Dhe tashti nuk është se do mësosh gjitha ke biznesi, pra e ke këtë eksperiencë. Qofse nuk e ke, të duhet që të flasësh me dikë që e ka kaluar këto eksperiencat mira të këqija, si çdo gjë tjetër, edhe në biznes të kuptosh mirë ambientin e biznesit para se sa të hysh në atë ambient. Sepse në fundit ti mund të bësh çfarë dush, po në atë ambient biznesi do funksionosh. Dhe duhet dish si do reagosh ke ai ambient biznesi ndaj forcave që janë të pritshme, por edhe të papritshme. Dhe këtu ambienti i biznesit në Shqipëri është relativisht, i thash, ndryshe nga të tjerë, për arsye ndryshme që spehym shumë arsyeve me fjalë si që ka biznese që për shembull nga eksperjenca ime, nëse shikoj që në këtë biznes ka lojtarë të cilët me të mirë me të keqe unë nuk arrit të fydot. Them ide shumë e mirë, po it's not worth. Pasi do ballafaqohen me ki parasysh që është ekzistues në biznes, gjithnjë është më i fortë. Se i peshku vogël që i qëndron peshku të madh sipër, edhe nuk e shikon peshku i madh me një fjalë, se po i dole përpara e i madhi të sulmon me një fjalë. Edhe se natyrisht ai ka drejtë në vetë, se thot, unë kam këtu 20 vite, që erdhi Maksi do të penetroj në këto ujëra, më kupton? Nëse po flasim që you have some money and you want to invest, atëherë gjithmonë e para varet sa shumë parë ke. Okay? Se nëse ke shumë, duhet ta diversifikosh. Pra, nëse ke pak, atëherë do mendosh që si të shumë më shpejt këto.
Shumë më shpejt ka rrisi dhe vetë se ajo është high risk, high return, po mund t'i edhe gjitha shpejt në biznes. Pra, neve për themi të bëjmë biznes, mendojmë gjithmonë që si ta bëj vetë biznesin tim, se kemi qikë dhe shpirtin si përmarrjes, edhe mendojmë si ta bëj tim, no? Se kjo është më e mirë, nuk do varim në tjerë. Okej, kjo është gjë e mirë, po më shumë duhet mendosh si të kem një copë të një picë të madhe, dhe çka kontribojnë që kjo pica bëhet sa më e madhe, se sa të kem gjithë picën për shumë e vogël. Edhe ne si Amerikan Kapital përthyesën gjithë investimet jemi me partnerë të tjerë. Për shumë arsye, sepse pavarësisht se ne mund të dim shumë gjëra mirë, po nuk e dim gjitha. Dhe ai partneri sjell i vlerë tjetër, ai di ca gjëra më mirë. Ka më shumë eksperiencë në fushë caktuar. Ka më shumë kontakte në network në fushë caktuar. Në të zgjidhë problemet më me pak dhimi koke se që ti zgjidh. Dhe nëse ke shumë lek, atëherë duhet ta ndash investimin. Nga investime shumë sigurta, siç është investimi në bona thesarit, qoftë qeverisë Bankës Qendrore Evropiane ose në Amerikë ose qeverisë shqiptare, të gjitha këto, pra çdo gjë është me risk, po risku që të falimentojë shteti amerikan është çik i vogël, edhe shteti shqiptar është i vogël, jo shteti amerikan, kështu që ti ke një investim sigurt. Dhe sot për shembull bondet e qeverisë amerikane, këto treasury qeverisë amerikane mos gabojnë, lëvizin 4.5 sipas maturity dhe sipas ditës, varet sa shkoi oil apo jo, sa shkoi inflacioni. Kështu që nëse ti blen bondet e qeverisë amerikane me 5% për 30 vite, ti 5% që ne ke sigurt kthimi i investimit. Kështu që nëse do investosh në gjëra tjera, do të investosh gjëra që e ka më madhe se 5. Të paktën afat gjatë, kupton? Direkt e këtu filloi mënyra si mendon ndryshe, se kur të afrohet dikush që të futesh në atë biznes ose ti afrohet i tjetër, duhet të kesh mendje që norma e kthimit të investimit duhet të jetë në këto nivele, kupton? Pastaj pjesa tjetër është you go on the duhet në borç një kompani ose dikujt ose institucioni të më radh. Edhe këtu duhet një përqindje çik më lartë, se po merr e çik më shumë risk, sepse tash po merr riskun e kompanisë ose atij që po jep lekët borx. Do falimentojë apo jo? Se po falimentojë s'kan dot lekët, me qenë ose po si ecën punët ashtu siç duhet. Kështu ky është instrumenti i dytë. Instrumenti i tretë është të hysh në equity, pra të hysh në kapital të shoqërisë. Këtu duhet që kthimi i investimit edhe më i lartë. Pra, se po merr më shumë risk në këtë drejtim. Dhe këtu ndahen pastaj që a do të investosh në stock exchange, a do të blesh aksione në një kompani, apo do të ti kërkosh dikujt si American Capital që është në këtë business që I have this money on the next investment, në investimin tjetër në konsidero dhe mua. Tani, unë si person që nuk kam shumë cash për të investuar, duhet të zgjedh instrumentin financiar apo duhet të zgjedh një vend në këtë spektrum, pra më riski apo më pak riski? Në fjalë, e paraja duhet të rikot, pak përqind ose lekot, pra në farë verën punë, pra blej një instrument, diçka sigurt, që ose nuk kere, se të vësha të apetaj dhe nga riskut. Po, s'ke pse le, një. E dyta, s'ke pse pagon cost of, pra credit cards, është një element që duhet të pagush në kohë. Nuk ke pse len që të pagush interes, se normalisht kur se pagon në kohë fillojnë normat larta interesit. Pra, duhet që ti të paktën çdo keshi që të kesh, të ta shfryzosh sa më shumë, që në mënyrë që të fitosh ca interes. Sot stock exchange ose bursa t'jep shumë mundësi që të investosh në shumë kompani. Dhe duhet fillosh që ta praktikosh pak nga pak,
Se sot për shembull po pa dhe 2000 euro mund të investosh në bursë, nëse do të investosh natyrisht për ka ato dhimbjet e kokës se të hapësh brokerage account e tjerë me radhë, po you can do it, okay? Dhe pastaj çdo gjë është very liquid. Sa përqind të rrogës do të kursejon në rast se bëj 800 euro në muaj? Shikim, në çdo që me kuptohet që nëse është 800 euro, duhet të kursesh pak në 10%. Pra, tash e di që kjo përgjigje do hapi shumë debate se si do jetojmë me 720 të tjera me radhë. Pra, ose çfarë më duhet mu 80 euro në muaj? po, si tha, si thotë ai, që zemolele, 5 franka këtu, 5 franka atje nuk janë më të çepta, kështu që e mbledhet. Të çdo muaj duke mbledh, ti më fjalë, qofse i 80 që duket shumë pak për momentin. Se kjo është kur je i ri, ke dëshirën si të pasurosh sa më shpejt. Dhe duket 80 ose jo, që është kjo 80 që do investojnë. Po, kur kalon moshë i vjen afër pensionit, dhe ato 80 që të muaj që i ke investu diku, dhe ti pa kryt mëse shikoj që kanë shku ato 1 milion, 2 milion, atëherë thu, s'pësëm që aq budallën që kurseva këto 80 që muj edhe investova muj për muj, më kupton? Pra, duhet patjetër, di që vetë kur ishe student një fjalë, në moshë tjera të më radhë, në Amerikë në 94, kur isha në studim, e di që kur bosh ato llogarit, me $100 muaj jetoshim. Okej, inflacioni tash ka ndryshuar situata, s'po fuqisham vetëm shinjën flas. Po, pra njeriu është një qenie e komandueshme. Pra ne jemi që kemi jetu këtu në fjalë me shumë pak muaj, ne jemi tash që dom ditë për ditë pim nga jo, shkojmë atje e tjera në radhë. Pra, njeriu duhet di që po i vënë objektiv vetes e realizon. Okej, po sikur ta kem rrogën për shembull 1500 tani që jam pak më comfortable, sa do të rroj? Sa më lart jetë rroga, aq më lart do të jetë përqindja relative asaj. Pra, nëse thash ke 800 që duhet 10%, tu do të çosh 15, 20%, pra duhet kursesh, sepse dhe me ato kursimit bësh investim, se jo për të kursuar thjesht me e numëron natë për natë që ti jesh i lumtur. Pra duhet që në fjalë të investosh, pra duhet të kesh qëllimin sa po i kurson. Tani në rast se marr 3000 euro në muaj, si përqindje, me 1% kështu. Fa edhe beqar i martuar me fëmijë apo jo, që ndryshën shumë gjëra, por natyrisht, po besoj që ke 50% që e që bërë tërmi, sepse në qofë se ti me 1500 dhe po kurse 20% dhe ti po jeton me 1200, nuk ka pse mos jetosh me 1500. 30 deri në 40 është koha kur ti krijon eksperiencën maksimale, fillon të kursen në shifra diçka më të larta, sepse edhe rroga fillon të rritet në rritjen e eksperiencës. E 40-50 është koha kur ti gjithë eksperiencën që ke duhet ta konvertosh tash në lek. Pra, duke pat kursime që ke bërë deri në 40 dhe eksperiencën që ke krijuar deri në 40, tash kjo është mosha që sot s'ke investuar deri nga 35 a këtej, këtu do investosh patjetër që ato lekë që ke kursyer ti multipliesh disa herë. Pastaj kur shko sipër 50 është fillon nga dal koha me dhoni më nga tregu kupton. Tani un jam do një moshë e re, po le të themi se kjo i shkon gjitha moshave. Kam $500 ose 500 euro të ruajtura. Çfarë mund të bëj për momentin? Pra unë vazhdoj rrogën gjithçka, thjesht dua ti përdor për diçka ato $500. Çfarë mund të bëj? Këshilla jote për mua. Unë nuk jam shumë risk averse, kam qejf që ti kem ato, domethënë. Çfarë mund të bëj me këto? Dhe në të kundërt kam shumë risk averse, dua ti hedh shikoj sa mund të bëj. Në dyja rastet çfarë mund të bëjmë? Mikel, në Shqipëri elementet e investimit janë relativisht ulta për 500 euro. A do blesh, a do vesh depozita në bank ose do investosh në bono të sarë ose kanë fullë bono corporate bonds, të më shetë s'pe i gjesha fjallën, bonët e kompanive më shetë. Dhe po, nëse do më shumë, duhet hysh në stock exchange, në qofë në Amerikë është me madhe në botë. Dhe të fillosh të investosh atje. Se fillosh me 500 euro për shumë, you can buy sot një aksion të Amazonit, ose mund blesh
2 aksionet të JP Morgan. Se mund blesh, ku dijon, 7-8 aksionet të Intelit. Pra mund blesh, I don't know, 2 aksionet të Nvidia. But you can start investing on those. Dhe njëkohësisht duhet që para se të them se ku të investosh, duhet të sa për sa kohë mendon që i nuk të duan të 100%. Nëse do të thosh masi mua më duhen prap, është gjë tjetër. Nëse ti më vjen mendon që këto mund t'i lesh afatgjatë investim, është gjë tjetër. Dhe këtu fillon bursa, me që duke investuar në bursë, ti e di që afatgjatë ju se mundet që nga muaj në muaj ran stoqet, edhe nëse ti duhet që ti konvertosh, që të blesh diçka si kemo, se të kanë shkuar nga 500-400, varet se sa ka shkuar. Por normalisht kur thuhet kursim, po mendoj që këto janë gjë që ti të paktën për 12 muaj nuk do i lëvizësh. Pra i mendon që të investosh 12 muaj plus. Okej, tani un kam 2.000 euro. Çfarë mund të bëj me këto dy? Prap me risk averseness të vogël dhe të lartë. Prap flasim gjithkohë që këto 2.000 euro ose çdo shumë që kemi bledhur nuk janë si 500 si 2.000 është njëti. E vetëm ndryshimi është që po them kur e 500 ti nuk mendon shumë diversifikim se aq janë, pra mund bësh një stok të Amazonit që do i bësh që të diversifikosh. Kur e ke 2.000, e ke prap njëtën, po themi, mod investimi, po fillon e mendon të ndash pak risku në 2-3 stoqe ose 2-3 industri, kupton? Besoj të 10.000 është një kështu si threshold që edhe mund të mendohet diçka pak më ndryshe. Çfarë mund të bëjmë tani, si low risk taker ose high risk taker? Ke 10.000 nëse ti ke instinktet e supermarketit, edhe do që të bosh supermarket, do të investosh në një biznes, you have to start thinking how I can do business, kupton? Çfarë biznesi si ky shtek. Pra, hyn në fushën që ju mund të riskosh të 10-ta, kupton? Pra, ky është se besoj më e kur isha në Danimark para 30 vitesh. Edhe unë atë kohë kisha 2.000 dhe fillova duke folur me Danes që kështu që ishte business person. Thënë që mund të bëjmë një biznes bashkë kështu atje më. Më thaj më tha, po sa lek keti? Unë e gënjeva se thash, po i them 2, ky do të qeshi me mua, thash, kam edhe 5, që 5 në atë kohë dukte e madhe me fjalë. Edhe ai më thej bërgjim shiko, thanë në Danimark tha themi që po s'pada 1 milion në sy biznesit. Kështu që pra jenë në ato natyrisht për Danimarkën është tjetër gjë, po besoj që pa 10 ose 20 nuk duhet me hy biznesi, ose do ishte një biznes shumë të vogël që nuk ka nevojë për shumë gjëra, kupton? Se një diçka të shkoj keq, që patjetër do shkoj keq, inshallah nuk është ditën e parë, por është çik më vonë, ti vap tigën ato shpejt. Edhe pastaj s'ke kohë si ta rikuperosh. Normalisht ke dhjeta duhet me menduar nëse e ke shpirtin si përmarrjes të krijosh një biznes, po duhet të jesh shumë i kujdesshëm që nuk gabon, se ato 10 që si duken shumë ikin shpejt. Po që se jam low risk averse, përse nuk dua të marr shumë risk me 10 çfarë mund të bëj? Besoj që se në rastin e dyshës, thjesht të investosh dhe ndash në disa elemente, mund të fillosh që përveç stock, you buy debt, me fjalë bondet, për që janë më të sigura se stoqet e tjera, por e shpërndan corporate bonds, treasury, me fjalë e shpërndan elemente ndryshme financiare, po se kjo ndoshta është më e përshtatshme, sepse edhe risku është më i vogël, edhe po themi masia e gabimit është më e vogël, se vetëm të kap një stok shumë spekulativ që ti të shkoj të zero dhe ti humbe ato lekët, me fjalë, po nëse ti investon në kompani të mëdha në Amerikë, flas, like Apple, Microsoft, Nvidia, banks, për shumë Citibank or American Bank or whatever, Bank of America, kemi fjalë janë gjëra që nuk pritet që të falimentojnë, ose risku që të falimentojnë, stoku mund të lëvizi, get correction, si ka 10%, 20%, por nuk shkon zero në ato aspekte. Kështu që unë për shumë kam bëjë investime edhe që ka shku zero. Pra kam 1-2 stoqe që ka shku këtë zero, me fjalë edhe u likuidon në fund, po ishin investimet vogla. Okej, tani të bëjmë net jump,
te 100.000 euro, janë 100.000 euro cash të ruajtur në bank, janë cash që mund të përdore. Nëse këto 100 janë bërë vetëm nga kursimet, okay, you keep saving. Pra një mënyrë nuk mendohet që se të bësh 100 nuk është gjë e vogël. Duhet të vuro pak pas është pak. Me fjalë, bësh 100.000 euro nuk është kollaj. Dhe duke bërë këtë 100 ti tregoj që diçka dita bësh mirë. Kupton? Për 100 nuk besoj që vjen thjesht nga kursime. Ti do kish investuar në disa gjëra. Pra deri në 10 e pranoj që bëhet nga kursime. Po ke 100 e çik. Me fjalë, duhet të rri shumë vite që shkosh deri ke 100 mos kesh bërë si investim, kupton? Kështu që nëse je një investitor, po themi, i kujdesshëm ose risk averse, i cili ka shku ke 100 dhe duke filluar nga kursime dhe ka bërë se investime sipas se thua atij apetajit të riskut secilit, atëherë keep doing the same thing. Pra ndofta më marrë që qik më shumë risk tash, sepse nëse përpara po themi kisha 5% stogje spekulativ, çon në 7. Pra rritej çikët, se dhe njëkohësisht do shikosh që edhe çfarë investimesh ti ke klik, që ke pas sukses, dhe çfarë do që ti nuk të kanë ecë. Po se ka arsye që pse të kanë ecë, se çdo investim ka të bëjë me atë që feelings. Po ti duhet gjesh momentin e dur kur investon, kupton? Edhe ajo është një farë ndjenje që sot duhet ta blej ose sot duhet ta shës për një arsye, kupton? Duke qenë se folim tani specifikisht pak a shumë me shumat që kemi të ritme dhe me aversions të riskut që kemi. Çfarë gjërash mund të blejmë, pra ETFs, index funds, çfarë stoqesh mund të blejmë, ku mund t'i blejmë, si mund t'i blejmë, pra është individuale, kupton? Pra një familje me thjesht të blej index. Pra, you can buy SJP. Në Shqipëri si bëhet kjo blerja indekse, se në Shqipëri është pak e mitizuar kjo gjë që for shembull, you have a broker company. You have international broker companies, cilat ju tenton të hapësh një account. Ai thot kërkon të dhënat personale që të hapësh, kanë një minimum që sa mund të jetë, po flas varet nga ato $2,000, $1,000, $500, $10,000, whatever. Ka nga ato që pranojnë shtetet shqiptar, ka nga ato që pranojnë shtetet shqiptar që ka epizinë që vendi si që shtet. Do plotësosh të gjitha ato online, do të kërkojnë edhe disa dokumenta që ti çosh, që të sigurohen që ti je person live, nuk je kështu robot. Natyrisht do zbatosh to money laundering laws, pra se banka këtu do kërkoj që ku gjet të lekë dhe si që shtet, të janë rrallë, po it gone through. Në momentin që janë aktive llogaritate nga celulari ose nga kompjuteri, you have access on it, edhe gjitha kompanitë që janë të listuara në bursë, you can buy stocks, bonds, options të këtyre kompanive. Here you go. Rekomandimi im është që you better investo vetë më mirë, se fiton skillse të caktuara, por kërkon kohë, sepse ti duhet fillosh të lexosh, edukosh veten për këtë ose për atë tjetër. Dhe në kuptojnë që se investon vetë, gjithë returni është i joti. American Capital is në konsultasis. E bën? No. Me fjalë ne këshillojmë në we own private equity. Pra në nëse ti do të blesh një kompani në Shqipëri, po ne të këshillojmë. Nëse ti ke lekë dhe do që kur të investojë American Capital në një investim, një pjesë të këtij investimi të jenë paratë tua, po e bëjmë, po ne nuk kemi këshilltarë që të advajzin ty si që të blesh ose jo në bursë, është tjetër. A ka instrumenta të tjerë financiare që nuk i përmendëm deri tani që mund përdoren për të investuar lekët e mia për shembull? I don't know, options, futures, commodities, backup. Çfarë është options, futures, commodities? Commodities, për shembull, blesh oil. Pra, you know that oil, me fjalë, soy,
misër, çdo bakër, ke platinë, gjitha këto e commodities. Pra ti faktikisht siç ekziston bursa për shtojnë, ekziston bursa për këto. Dhe ti në funksion të eksperiencës që ke investon të këto. Pra, këto e qikë më specifike, dhe po është njëta gjë. Pra ti faktikisht blen e shet diçka. A është aksion e një kompanije, apo është commodity, the same thing. Pra, shembull, nëse do kishte qenë vizionar, do bleshe naftën para disa muajsh, do kishte bëu një sa e bie derish 50-60% return brenda pak muajsh, kupton? Futures are instrumenta që se të është nuk është çmimi i naftës sot, është çmimi i naftës mas 3 muajsh. Pra i mënyrë është një kontratë si do. Dhe nëse ti mendon që çmimi i naftës mas 3 muajsh do jetë kaq, ti blen atë instrument. Dhe te ky instrument o bëhet zero ose është multiplier i saj që ti ke. Për shembull, nëse sot nafta më së pari ishte $120 fuqia, ti mundet që të blesh futures të naftës në korrik me $100. Pra ti beson që nafta me një korrik do jetë $100 fuqia. Dhe nëse e shkoj $100 fuqia, you make money. Në qoftë se shkoj, i ku ky instrumenti shkoj zero, në fjalë edhe digit, për këtë pak a shumë me pak fjalë thjeshta të futures. Pastaj ke opsionin Dutch calls, Dutch puts, për në mënyrë ke opsionet i duhet në hasësh drejtimin e edhe shkoj stoku ose tregu. Për shembull, qoftë ti është kontratë, nëse ti sot për shembull Apple është $600 dhe ti mendon që do shkoj lart, ti blen calls. Dhe nëse e kap ekranin, ti fiton lek. Nëse i shkon ekran tjetër, ky call sot fillon të binë në vlerë, dhe nëse në ditën e expiration, që supozojmë 30 maj, këto options nuk janë ke price target që ti kishe në mend, ato shkojnë zero. Siç ke njërin drejtim calls, ka drejtimin tjetër puts. Pra nëse ti mendon që stoqi do shkojnë, do bjerë ky stoku, ti blen puts. Nëse bjerë, fitohen. Nëse u rrit, humbet. Me fjalë, mjafton të kapësh krahun. Pra ti faktikisht në bursë fiton sikur ngjitet bursa, ashtu edhe kur zbret bursa, po ti duhet të kapësh krahun e duar. Dash bursë tërsi, dash stokut në veçantë. Kur në bursë si kompani në mbet, dhe ti ke vendosur një put option, nga ku vjen këtë tuaj? Nga shko kompania, me fjalë, drejtimi i vajtjes kompanisë plas për suksesin ose jo suksesin, not necessarily do të thotë vlerë stokut nga lëviz. Pra, mënyra se si lëviz stoku, natyrisht në shumicën e rasteve është në funksion si lëviz edhe kompania, por jo necessarily. Pra për të marrë për shembull Amazonin. Amazoni deri para 7-8 vitesh ishte një kompani që vetëm humbiste lek. Dhe stoku rritej. Dhe thushë si ka mundësi që kjo edhe bën humbje, edhe stoku rritet, të kupton? Sepse ke stoku ti ke perception of the market, ose parashikimin e tregut e lojtarëve të ata që blejnë shesin aksionet, si do shkoj kompania. Pra ju ke current value, pa ke future value, ka vlerën e ardhshme të kompanisë. Dhe tregu besonte që edhe i doli që ishte i drejtë që Amazonin do kalonte në fitim me kalimin e viteve dhe si e tillë duhesh ble. Edhe pavarësisht se kompania i shtoheshin humbjet, vlera e stokut rritej nga krau tjetër, kupton? Pra stoku i një kompanie, ashtu si çdo gjë tjetër, ka blerës dhe shitës. Dhe janë forcat e blerësve dhe shitësve që përcaktojnë çmimin e stokut. Dhe ky stok pavarësisht është një pjesë e kapitalit të kësaj shoqërie, dhe kjo shoqëri po lëviz rëndësi ka që këta blerëse dhe shitësit si mendojnë për nga do shkojë kompania dhe ato e përcaktojnë. Pra nëse ti për shembull po thjeshtoj si ke vetëm një shitës që do të shesi stokun e Amazon, po ke 5 blerës, rritet se
do të pesë dhe luftojnë me njëri tjetrin si ta blejnë atë aksione dhe arritet vlera e aksionit. Pavarësisht se Amazoni më tjetë duke vuajtur, po them, nga ana financiare. Në rastin e put option që thamë, pra zërës është Amazon dhe EBS stock, nga vinë lekët pra një. Duhet ngatrosh pra kompanien dhe shëndetin e kompanisë, natyrisht që ajo tregon ato që janë fundamentals, pra nga do shkojë kompania. Po këto njëkohësisht tregojnë edhe janë kryesisht element që tregojnë afatgjat se ku do shkojë kompania. Pra ti normalisht duhet besosh në vizionin Jeff Bezos ose Elon Musk ose atë tjetër ku do lëvisi, dhe ti duke besuar vizionin ti e di që ardhma do jetë shumë e mirë dhe blen stok se tash sepse mendoj që stoku do hyjë sipër me kalimin e kohës, më kupton? Pra një person e para duhet kursej. Sa të kursej gjithë me këto lekës duhet të rrinë, nuk duhet të rrinë pa sjell diçka. Interes, kthimi mbi investimi ose diçka. Kështu që ai duhet të investojë diku. Në Shqipëri, instrumentat financiare ku mund të investojnë janë jo bona thesari ose depozita në banka ose në këto bondet e korporatave. Një farë që po është një element i ri që po futet në tregun shqiptar në fjalë financës. Nëse e shikon që ky treg është i kufizuar dhe do të marrësh më shumë risk, ekziston tregu ndërkombëtar financiar, pra mund të hysh në bursa, qoftë në Amerikë ose në bursat e Europës, ku blesh aksione ose element investues të bursave të ndryshme. Kur shkon ke 10 misha, nëse ke sa shpirt sipërmarrës, mund të fillosh konsiderosh të bësh një investim në një kompani ose të hapësh diçka vetë, se investon në kompani tjetër. Këshilla ime do ishte që më mirë të jesh pjesë i një grupi sesa të jesh vetëm. Kur je mbi 100.000 euro, ose ke 100.000 euro, do të fillosh ta diversifikosh, kur të investosh që nga bonde, kështu treasury të qeverisë, qoftë Amerikës, Shqipërisë, mund të investosh një pjesë në bursa jashtë dhe një pjesë që të investosh në Shqipëri, private equity me American capital.